Zonja dhe zotrinj, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Presidenti amerikan, Donald Trump, deklaroi se negociatat me Iranin po ecin mirë dhe se rezultatet mund të bëhen të qarta brenda 1 ose 2 ditësh. Ai theksoi se bllokada amerikane ndaj Iranit vazhdon të funksionojë plotësisht, ndërsa konfirmoi se pilotët e përfshirë në një incident ushtarak në ngushticën e Hormuzit janë të sigurt. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka deklaruar se negociatat me Iranin po vazhdojnë dhe se përparimi i tyre mund të bëhet i qartë brenda ditëve të ardhshme. Duke folur para gazetarëve në aeroportin ndërkombëtar John F. Kennedy në New York, Trump tha se kontaktet diplomatike me Teheranin nuk janë ndërprerë pavarësisht tensioneve të vazhdueshme mes dy vendeve. Sipas presidentit amerikan, negociatat po ecin në drejtimin e duhur dhe administrata e tij pret të ketë një panoramë më të qartë brenda 1 ose 2 ditësh. Trump u ndal gjithashtu te bllokada amerikane ndaj Iranit, duke deklaruar se ajo vazhdon të zbatohet plotësisht. Ai tha se as nafta dhe as të ardhurat e tjera iraniane nuk po arrin të shmangin kufizimet e vendosura nga Washingtoni. Gjatë konferencës së shkurtër për mediat, presidenti u pyet edhe për raportimet lidhur me një incident që përfshinte një helikopter ushtarak në ngushticën e Hormuzit. Trump siguroi se pilotët janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe se nuk ka pasur të lënduar. Ai shtoi se një raport zyrtar mbi ngjarjen do të publikohet së shpejti. Deklaratat vinë në një moment kur konflikti mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ka hyrë në muajin e 4. Përplasja nisi pas sulmeve amerikano-izraelite ndaj objekteve bërthamore iraniane dhe ka shkaktuar tensione të mëdha në rajon. Ndërkohë, administrata Trump po përballet me presion në rritje brenda vendit për shkak të kostove të konfliktit dhe ndikimit që ai ka pasur në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Për këtë arsye, çdo shenjë për parimin e negociata shihet si një zhvillim i rëndësishëm që mund të ndikojë jo vetëm në marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Teheranit, por edhe në stabilitetin e gjithë lindjes së mesme. Donald Trump ka komentuar sulmet mes Izraelit dhe Iranit, duke thënë se raketat ishin lëshuar para bisedës së tij me Benjamin Netanyahun. Ai mohoi se kryeministri izraelit ka vepruar kundër udhëzimeve të tij dhe tha se po afrohet një marrëveshje e rëndësishme. Presidenti amerikan, Donald Trump, ka folur për kontaktet e tij të fundit me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, në një moment kur tensionet mes Izraelit dhe Iranit janë përshkallëzuar sërish. Duke ju përgjigjur pyetjeve të mediave, Trump tha se raketat drejt Iranit ishin tashmë të lëshuara kur ai zhvilloi bisedën me Netanyahun, duke nënvizuar se situata kishte kaluar tashmë në fazë ekzekutimi ushtarak. Ai shtoi se, sipas tij, kur i jep udhëzime Netanyahut, ato zakonisht zbatohen, duke lënë të kuptohet për një koordinim të ngushtë mes dy liderëve në çështjet e sigurisë në lindjen e mesme. Në të njëjtën kohë, Trump mohoi se kryeministri izraelit kishte vepruar kundër dëshirave të tij, duke theksuar se nuk bëhej fjalë për një sfidim të drejtpërdrejtë të Washingtonit. Ai gjithashtu deklaroi se i kishte kërkuar palëve të përdorin arsyeën e shëndosh, duke përmendur se SBA po punon për një marrëveshje të rëndësishme që mund të ndikojë në uljen e tensioneve në rajon. Sipas tij, bisedimet diplomatike janë ende në zhvillim dhe ekziston mundësia për një marrëveshje që mund të ndryshojë dinamikën aktuale mes Iranit dhe Izraelit. Një avion luftarak francez Rafale rrëzoi një dron që kishte hyrë në hapësirën ajrore të Letonisë nga territori rus. Incidenti që ndodhi pranë kufirit me Rusinë ka rritur shqetësimet për sigurinë në krahun lindor të NATO-s. Tensionet në kufit lindor të NATO-s janë rritur sërish pas një incidenti të ri ajror në Letoni. Një avion luftarak tip Dassault Rafale i forcave franceze rrëzoi një dron që kishte hyrë në hapësirën ajrore letoneze nga territori rus, sipas autoriteteve ushtarake. Ngjarja ndodhi në orët e parë të mëngjesit pranë fshatit Breizhgheul, vetëm rreth 30 kilometra nga kufiri me Rusinë. Ushtria e Letonisë deklaroi se droni kishte kaluar kufirin si pasojë e asaj që e cilësoi si luftë elektromagnetike ruse, megjithëse nuk specifikoi se kush e kishte lëshuar mjetin fluturues. Sipas ministrit letones të mbrojtjes, vendimi për rrëzimin e dronit u mor nga komanda e NATO-s pas vlerësimit të rrezikut për sigurinë e hapësirës ajrore të aleancës. Autoritetet konfirmuan se nuk pati të lënduar dhe as dëme materiale nga incidenti. Nga ana e saj, ushtria franceze konfirmoi se avionet e saj të dislokuar në rajon ndërmorën operacionin për neutralizimin e objektit pa identifikuar. Kryeministri i Letonisë vlerësoi reagimin e shpejtë të forcave aleate, ndërsa NATO deklaroi se ngjarja demonstron aftësinë e aleancës për të mbrojtur territorin e saj dhe për t'u përgjigjur menjëherë çdo kërcënimi.
Përpara rrëzimit të dronit, autoritetet kishin paralajmëruar banorët në zonat lindore të vendit që të qëndronin brenda banesave si mas paraprake sigurie. Incidenti vjen në një kohë kur shqetësimet për përhapjen e konfliktit në Ukrainë përtej kufive të saj vazhdojnë të rriten. Muajin e kaluar, një avion ushtarak rumun rrëzoi një dron të dyshuar Ukrainas mbi territorin e Estonisë. Ekspertët e sigurisë paralajmërojnë se incidente të tilla mund të bëhen më të shpeshta, ndërsa lufta në Ukrainë vazhdon dhe tensionet mes Rusisë dhe NATO-s mbeten në nivele të larta. Studiuesit paralajmërojnë se tifozët që do të ndjekin ndeshjet e botërorit 2026 mund të përballen me temperatura dhe lagështi të rrezikshme për shëndetin. Ndryshe nga futbollistët, shumica e tifozëve nuk do të kenë përgatitje fizike apo mbështetje mjekësore për kushtet ekstreme të motit. Botërori 2026 pritet të jetë një spektakël i jashtëzakonshëm futbolli, por ekspertët po paralajmërojnë për një rrezik serioz që mund të prek miliona tifozë, temperaturat ekstreme. Studiues nga Universiteti i Portsmouth në Angli kanë simuluar kushtet klimatike që pritet të përjetohen gjatë ndeshjeve të Kupës së Botës në Shtetet e Bashkuara, Meksik dhe Kanada. Sipas tyre, shqetësimi më i madh nuk lidhet me lojtarët, të cilët do të kenë ekipe mjekësore, plane hidratuese dhe përgatitje të posaçme, por me tifozët që do të udhëtojnë për të ndjekur ndeshjet. Eksperimenti u zhvillua në një dhomë të posaçme ku temperatura arriti deri në 36 gradë Celsius me lagështi rreth 75%. Kushte të ngjashme me ato që mund të hasen në qytete si Miami. Ekspertët paralajmërojnë se ekspozimi i gjatë në kushte të tilla mund të shkaktojë probleme serioze shëndetësore, duke filluar nga skuqjet dhe ngërçet muskulore, deri te marrëmendja, rraskapitja, nxehtësia dhe madje godita termike, e cila në raste ekstreme mund të jetë fatale. Një nga shqetësimet kryesore është fakti se tifozët shpesh mbërrinë në qytete pritse vetëm pak orë ose ditë para ndeshjeve, pa pasur kohë të përshtaten me klimën e nxehtë dhe të lagësht. Ndërkohë, futbollistët zakonisht kalojnë javë të tëra duke u stërvitur dhe përshtatur me kushtet atmosferike përpara turneut. Sipas raportimeve të fundit, shkencëtarët e klimës dhe Sindikata Botërore e Futbollistëve FIFPro kanë paralajmëruar se rreth 1/4 e 104 ndeshjeve të turnehut mund të zhvillohen në kushte që të kalojnë kufit e rekomanduar të sigurisë. Nga ana tjetër, organizatorët e FIFA-s kanë deklaruar se janë marrë masa të posaçme për menaxhimin e rrezikut nga nxehtësia, përfshirë pushimet e detyrueshme për hidratim, sistemet e ftohjes dhe gatishmërinë e shtuar mjekësore. Megjithatë, ekspertët theksojnë se tifozët duhet të marrin masa paraprake, pasi nxehtësia ekstreme mund të jetë po aq sfiduese sa emocionet e vetë botërorit. Një iniciativë e re në SBA, Kanada dhe Meksik do të monitorojë përhapjen e sëmundjeve gjatë Kupës së Botës 2026. Sistemi do të përdorë të dhëna nga rrjetet sociale dhe ujërat e zeza për të identifikuar herët shpërthime të mundshme infeksionesh. Kupa e Botës 2026 nuk do të jetë vetëm një ngjarje sportive me miliona tifozë, por edhe një nga operacionet më të mëdha të monitorimit shëndetësor në histori. Në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksik, autoritetet shëndetësore po krijojnë një sistem të posaçëm për të ndjekur në kohë reale përhapjen e sëmundjeve infektive gjatë turneut. Në qendër të këtij projekti ndodhet një strukturë e quajtur Health Security Operations Center, e cila do të analizojë të dhëna nga burime të ndryshme për të identifikuar shenja të hershme të shpërthimeve epidemiologjike. Sipas përgjegjëses së projektit, Rebecca Katz, rreziku i sëmundjeve është gjithmonë i pranishëm gjatë eventeve masive, ku mblidhen miliona njerëz nga vende të ndryshme të botës. Ekipet do të monitorojnë në mënyrë të vazhdueshme rrjetet sociale, ku shpesh mund të shfaqen sinjalet e parë të përhapjes së një sëmundjeje, si dhe të dhënat e sistemit të ujërave të zeza, i cili mund të japë paralajmërime të hershme për infeksione të ndryshme. Ekspertët shpjegojnë se analiza e ujërave të zeza mund të zbulojë praninë të viruseve, përfshirë sëmundje si fruthi, disa ditë përpara se pacientët të shfaqin simptoma dhe të paraqiten në spitale. Të dhënat e mbledhura do të përpunohen çdo ditë dhe do të dërgohen autoriteteve shëndetësore, spitaleve dhe organizatorëve të FIFA, në mënyrë që të merren masa të menjëhershme nëse identifikohen rreziqe. Sipas ekspertëve, kjo qasje mund të përmirësojë ndjeshëm reagimin ndaj emergjencave shëndetësore dhe të shmangë përhapjen e epidemive gjatë eventeve të mëdha ndërkombëtare. Projekti nuk do të kufizohet vetëm te botërori, por synon të përdoret edhe në ngjarjet e tjera madhore, përfshirë lojrat olimpike verore 2028 në Los Angeles.
Ndërsa miliona tifoz përgatiten për festën e futbollit, autoritetet shëndetësore po përgatiten në prapasken për të mbrojtur shëndetin publik në një nga turnet më të mëdhenj të organizuar ndonjëherë. Kryeministri britanik Keir Starmer u ka kërkuar kompanive të mëdha teknologjike të vendosin masa mbrojtëse për fëmijët në pajisjet digjitale. Ai paralajmëroi se nëse nuk veprojnë brenda afatit, qeveria do të miratojë ligje të detyrueshme. Qeveria britanike ka rritur presionin ndaj gjigantëve të teknologjisë për të mbrojtur fëmijët nga përmbajtjet me natyrë seksuale në internet. Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer u ka bërë thirrje kompanive që operojnë në vend të vendosin sisteme mbrojtëse në pajisje digjitale, të cilat do të parandalojnë dërgimin dhe pranimin e imazheve eksplicite nga të miturit. Sipas Starmer, kjo nuk është një sfidë e pamundur teknologjike dhe kompanitë kanë përgjegjësi të përshtatin produktet e tyre për të mbrojtur fëmijët. Ai theksoi se nëse kompanitë nuk ndërmarrin masa brenda 3 muajsh, qeveria do të ndërhyjë me ligje të reja të detyrueshme për zbatimin e këtyre masave. Plani përfshin kërkesën që kompani si Apple dhe Google të integrojnë teknologji që mund të zbulojë dhe bllokojnë automatikisht përmbajtjen nudo të dërguara nga ose për fëmijët. Megjithatë, të rriturit do të vazhdojnë të kenë akses në përmbajtje të tillë përmes verifikimit të moshës. Qeveria britanike po shqyrton gjithashtu një ndalim të platformave online që konsiderohen të dëmshme për fëmijët nën moshën 16 vjeç, duke lejuar vetëm disa forma më të sigurta të rrjeteve sociale. Ky njoftim u bën në kuadër të London Tech Week, një event që mbledh liderët e industrisë teknologjike dhe politik bërësit për të diskutuar të ardhmen e inovacionit digjital. Sipas qeverisë, qëllimi kryesor është krijimi i një mjedisi më të sigurt online për fëmijët, në një kohë kur përdorimi i teknologjisë nga të miturit është rritur ndjeshëm në mbar botën. Të paktën 37 persona kanë humbur jetën pas tërmetit të fuqishëm me magnitudë 7.8 që goditi jugun e Filipinëve. Pamjet me dron tregojnë ndërtesa të shembura, shtëpi të anuara dhe dëme të mëdha të qytetit General Santos në një nga zonat më të goditura. Bilanci i viktimave nga tërmeti i fuqishëm që goditi jugun e Filipinëve ka vazhduar të rritet, ndërsa autoritetet konfirmojnë të paktën 37 të vdekur dhe 10 të plagosur. Tërmeti me magnitudë 7.8 goditi në orët e parë të së hënës pranë brigjeve të provincës Sarangani, duke shkaktuar dëme të mëdha në disa zona të ishullit Mindanao. Pamjet ajrore të filmuara me dron në qytetin General Santos tregojnë shkallën e katastrofës. Shtëpi të anuara, muret të shembura, çati të rrëzuara dhe ndërtesat e dëmtuara rënd janë vetëm një pjesë e pasojave të lëkundjeve të forta. Mes historive më prekse është ajo e një nëne që kërkon trupin e djalit të saj, i cili mbeti i bllokuar në rrënojat e një supermarketi ku punonte. Ajo tregoi se ekipet e shpëtimit nuk kanë konstatuar më shenja jete dhe se tashmë operacioni është kthyer nga kërkim shpëtim në nxjerrje të trupit. Autoritetet njoftuan se tërmeti shkaktoi ndërprerje të energjisë elektrike dhe dëmtime serioze në infrastrukturë, ndërsa ekipet e emergjencës vazhdojnë të kërkojnë persona të zhdukur në ndërroja. Lëkundjet u ndjen në një zonë shumë të gjerë, jo vetëm në Filipine, por edhe në pjesë të Indonezisë, përfshirë qytetin Manado, qindra kilometra larg epiqendrës. Pas tërmetit u lëshuan gjithashtu paralajmërime për tsunami në disa vende të rajonit. Megjithse, rreziku u ul më vonë nga autoritetet sismologjike. Katastrofa vjen vetëm pak 8 muaj pas një tjetër tërmeti vdekjeprurës në Filipine, ku 79 persona humbën jetën. Vetëm 2 javë pas atij tërmeti, rajoni i Mindanaos u godit sërish nga disa lëkundje të forta, duke treguar aktivitetin e lartë sismik të zonës. Filipinet ndodhen në të ashtu quajturën unaza e zjarrit të paqësorit, një nga zonat më aktive sismike në botë, ku tërmetet dhe shpërtimet vulkanike janë të shpeshta. Ndërsa operacionet e kërkimit vazhdojnë, frika mbetet e madhe se numri i viktimeve mund të rritet në orët dhe ditët e ardhshme. Ushtria e Tajvanit zhvilloi stërvitje ushtarake ku simuloi shkatërrimin e një force pushtuese kineze në një skenar realist sulmi amfib. Ushtrimet përfshin raketa dhe artileri për gjatë Bregdetit në kuadër të rritjes së gatishmërisë për një konflikt të mundshëm. Një vizitë rrallë dhe me rëndësi të madhe diplomatike po tërheq vëmendjen e botës. Presidenti kinez Xi Jinping ka zhvilluar vizitën e tij të parë në Korenë Veriore pas 7 vitesh, ku u takua me liderin koreano-verior Kim Jong-un. Takimi u zhvillua në Fenjan në kuadër të 65 vjetorit të traktatit të miqësisë mes dy vendeve,
ndërsa mediat shtetërore koreano-veriore njoftuan se të dy liderët rënë dakord për thellimin e bashkëpunimit politik, ekonomik dhe kulturor. Në Pekin, qytetarët e intervistuar nga mediat shprehen optimizëm për të ardhmen e marrëdhënieve mes dy vendeve, duke theksuar lidhjet historike dhe partneritetin e gjatë mes Kinës dhe Koresë së Veriut. Sipas analistëve, vizita e Xi Jinping nuk është vetëm simbolike. Profesori i shkencave politike Jia Yan Chong nga Universiteti Shtetëror i Singaporit vlerëson se kjo lëvizje është pjesë e një strategjie më të gjerë të Pekinit për të paraqitur veten si qendër të diplomacisë globale. Vizita vjen pas një serie takimesh të nivelit të lartë të Xi Jinping me lider evropian, me presidentin amerikan Donald Trump dhe me presidentin rus Vladimir Putin. Takimi mes Xi dhe Kim shihet gjithashtu si një përpjekje e Kinës për të forcuar lidhjet me Pjongjanin në një kohë kur dialogu mes Shtetet e Bashkuara dhe Koresë së Veriut mbetet i bllokuar. Gjatë bisedimeve, Kim Jong-un deklaroi mbështetjen e plotë për parimin e një Kine, duke riafirmuar qëndrimin e Pjongjanit në favor të politikës së Pekinit për çështjen e Tajvanit. Nga ana e tij, Xi Jinping theksoi se vizita duhet të shërbesë një pikë kthese për arritjen e përparimeve të reja në marrëdhëniet mes dy vendeve. Në një periudhë të tensioneve të shumta globale, afrimi mes Pekinit dhe Pjongjanit pritet të ketë ndikim jo vetëm në rajonin e Azisë Lindore, por edhe në ekuilibrat më të gjerë gjeopolitik në botë. Presidenti kinez Xi Jinping zhvilloi vizitën e tij të parë në Korenë e Veriut pas 7 vitesh, duke u takuar me Kim Jong-un për forcimin e marrëdhënieve dypalqe. Analistët e shohin këtë lëvizje si pjesë të përpjekjeve të Pekinit për të forcuar rolin e tij në politikën globale mes tensioneve ndërkombëtare. Ushtria e Tajvanit ka zhvilluar një stërvitje ushtarake të gjerë bregdetare, ku është simuluar një skenar i mundshëm pushtimi nga forcat kineze. Gjatë ushtrimeve, trupat tajvaneze përdorën raketa dhe artilleri për të ndaluar një sulm të simuluar amfib, një operacion që u zhvillua përgjatë vijës bregdetare në zonën e Taichung. Sipas ushtrisë, ky ushtrim është më realist se ato të mëparshmet, pasi trupat nuk u vendosën në pozicione të paracaktuara, por u shpërndan sipas urdhrave në kohë reale, duke simuluar kushte luftarake të vërteta. Një komandant artillerie tajvaneze tha se trajnimi këtë herë ishte më i vështirë, pasi koha për vendosjen e forcave ishte e kufizuar dhe ngjashme me një situatë reale konflikti. Stërvitja u zhvillua në disa pika njëkohësisht, përgjatë një segmenti rreth 20 kilometrash të bregdetit qendror të ishullit. Zona perëndimore e Tajvanit konsiderohet si pika më e mundshme e një zbarkimi të mundshëm, pasi ndodhet përballë drejt për drejt me territorin e Kinës për te ngushticës së Tajvanit. Në vitet e fundit, ushtria tajvanese ka nisur modernizimin e forcave të saj, duke shtuar armë më të lëvizshme dhe duke rritur fleksibilitetin e stërvitjeve për të përgatitur për skenar real luftarak. Një nga sistemet e përdorura në këtë ushtrim ishte edhe rakethedhësi Thunderbolt 2000, i cili nuk ishte përdorur në operacione të tilla për gati 7 vite. Nga ana tjetër, Kina vazhdon të konsiderojë Tajvanin pjesë e territorit të saj dhe nuk ka përjashtuar përdorimin e forcës për bashkimin e ishullit me Pekinin. Tajvani, megjithatë, thekson se ardhmja e tij duhet të vendoset vetëm nga populli i ishullit, ndërsa tensionet në rajon mbeten të larta me praninë e vazhdueshme ushtarake kineze pranë kufive detar. Mijëra njerëz dolën në rrugët e Parisit pas vrasjes së një vajze 11 vjeçare, duke kërkuar drejtësi dhe përgjegjësi institucionale. Rasti ka shkaktuar zemërim të madh, pasi autoritetet pranuan se nuk kishin vepruar mbi akuzat të mëparshme ndaj të dyshuarit. Mijëra protestues kanë dalë në rrugët e Parisit në një valë zemërimi publik pas vrasjes së një vajze 11 vjeçare, një rast që ka tronditur thellë opinionin publik në Francë. Protestuesit kërkuan përgjegjësi nga institucionet shtetërore pas zbulimeve se autoritetet nuk kishin vepruar mbi disa akuza të mëparshme të rënda ndaj të dyshuarit kryesor në këtë rast. Viktima, një vajzë e quajtur Lihana, u gjet e pa jetë në jugperëndim të Francës pasi ishte raportuar e zhdukur më 29 maj në qytetin e vogël Florence, me një herë pas daljes nga shkolla. Sipas autoriteteve, një 41 vjeçar, babai i një shoku klase, është arrestuar pasi dyshohet se është parë me vajzën në ditën e zhdukjes së saj. Hetimet kanë zbuluar se i njëjti person ishte përballur më parë me akuza serioze për abuzim ndaj të miturve, përfshirë një rast ku një nën kishte denoncuar përdhunimin e vajzës së saj 10 vjeçare. Megjithatë, pavarësisht provave mjekësore të raportuara, i dyshuari nuk ishte marrë në pyetje nga policia, duke shkaktuar reagime të forta publike dhe politike. Ministri i drejtësisë në Francë e ka pranuar publikisht se sistemi gjyqësor dështoi të mbrojë këtë vajzë të vogël,
duke shtuar presion mbi institucionet përgjegjëse. Në përgjigje të ngjarjes, qeveria franceze ka thirrur një takim të posaçëm me prokurorët e të gjithë vendit, ndërsa një hetim zyrtar mbi trajtimin e rastit pritet të publikohet në javët në vjellim. Ndërkohë, protestat në Paris pritet të vazhdojnë, me qytetarët që kërkojnë reforma urgjente në sistemin e drejtësisë dhe më shumë mbrojtje për fëmijët. Policia në Kenya përdori gaz lotësielës dhe arrestoi protestues gjatë demonstratave kundër një qendre karantine për personat e ekspozuar ndaj ebolës që po ndërtohet nga SBA. Banorët e zonës shprehen të shqetësuar për rrezikun e shëndetësor dhe ndikimin ekonomik në komunitet. Situata në Kenya është përshkallëzuar pas protestave të dhunshme në qytetin Nanyuki, ku banorët kundërshtojnë ndërtimin e një qendre karantine për personat e ekspozuar ndaj ebolës. Policia ndërhyri duke përdorur gaz lotësielës për të shpërndarë turmat, ndërsa disa protestues u arrestuan gjatë përplasjeve me forcat e rendit. Qendra e planifikuar, një objekt me rreth 50 shtretër në një bazë ushtarake në rajonin Laikipia, po ndërtohet me bashkëpunim me autoritetet amerikane për të trajtuar persona që kanë qenë të ekspozuar ndaj virusit, por që nuk kanë shfaqur ende simptoma. Banorët e zonës thonë se nuk janë konsultuar për këtë projekt dhe shprehen të shqetësuar për rrezikun që mund të sjellë në komunitetin e tyre, veçanërisht për sektorin e turizmit dhe ekonominë lokale. Disa prej tyre argumentojnë se vetëm përmendja e ebolës ka krijuar frikë dhe ka ndikuar negativisht në bizneset lokale, duke përfshirë hotelerinë dhe shërbimet. Protestuesit gjithashtu akuzojnë autoritetet se po vendosin barrën e menaxhimit të rasteve të ekspozuara ndaj virusit mbi Kenin, në vend që të trajtohen në vendet e origjinës. Ndërkohë, situata mbetet e tensionuar, pasi protestat e mëparshme në të njëjtën zonë kanë shkaktuar edhe viktima, duke rritur më tej pakënaqësinë e komunitetit. Autoritetet lokale dhe partnerët ndërkombëtar këmbgulin se projekti është pjesë e masave parandaluese shëndetësore për të menaxhuar rastet e ekspozimit ndaj ebolës, e cila vazhdon të përhapet në disa pjesë të Afrikës Lindore. Megjithatë, mungesa e besimit mes banorëve dhe autoriteteve po e bën situatën gjithnjë e më të tensionuar, me rrezik për përplasje të mëtejshme në ditët në vijim. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.